Shqipëria Angli ka marrë sot gjithë vëmendjen e publikut, gjithë vëmendjen e mediave, pa diskutim edhe vëmendjen e dy weekend. Në pjesën e dytë të programit, veçanërisht do të përqendrohemi tek atmosfera festive, e cila ka pushtuar gjithë kryeqytetin, tek tifozët shqiptarë, tifozët anglez, të cilët i kanë ndezur të gjitha baret lokalet dhe do të presin të ndezin edhe stadiumin e ditës së sotme, por dhe sigurisht do të flasim shumë për ëndrrën e madhe amerikane të Shqipërisë. Pra jo vetëm play-off-e, por ne duam patjetër kualifikimin. Gjithsesi, jashtë vëmendjes tonë nuk mund të lëm edhe debatin politik. Në një moment kur ai në vendin tonë është zhdruar në përplasje narrativash dhe jo idesh, zëri i arsyes dhe i fjalës së lirë mbetet më i domosdoshëm se sa kur. Ish deputetja e Partisë Demokratike Flutura Açka, një razi shkrimtare dhe intelektuale shumë e njohur, vjen sot në këtë intervistë të parë për të ndarë perspektivën e saj mbi krizën e opozitës, sfidat e demokracisë dhe rolin e shoqërisë në rikthimin e besimit tek politika. Në një skenë ku fjalët shpesh përdoren për të mjegulluar, Flutura Açka na kujton ende fuqinë që ato kanë për të na sqaruar dhe për të na kthjelluar. Flutura, unë të përshëndes. Faleminderit shumë. Mirë, ditë shumë me shenjë, në të gjitha gjërat është me shenjë, për panajirin e librit, për ndeshjen fantastike sot që e presim me shumë koreshte, po dhe me shumë emocion, sigurisht. Dhe ti e tregon që je tifoze me fluturën që ke vendosur, me fjongun e bukur që ke vendosur. Jam në shqiptare, kështu që është obligimi se cilit për nesh, kështu që edhe unë po bëj atë pjesën time të vogël të mbështetjes. Mund të them me plot gojën që sot më ke kaluar me ide, pasi shumë pamje, shumë fascino të jep ajo, po tregon edhe mbështetjen. Edhe mbështetjen tënde na zbukuron edhe studion me një herë. Panair madje u enda me fashon, në rrotull, për të thënë që edhe të tjerët i bashkoheshin kësaj atmosfere që mezi e presin, që është e vërteta. Ne nuk mund të rrim pa shpëtuar e pa të pyetur pikërisht për këtë, si besojnë që të ndalë ndeshja sot dhe mbi të gjitha çfarë mendon për këtë rrugtim të kombëtarisë shqiptare? Sido që do dalë, sigurisht që shpirti na thotë që duam fitore dhe do të mbështesim për fitore, por sido që tjetë sjellja edhe, po them sportive e kombëtares tonë ka qenë fantastike, ne morëm një fitore edhe morale dhe si të duash mund ta quash, ajo me Serbinë, kështu që në një farë mënyrë kombëtarja jon ka bërë një detyrë, jo se kishim ndonjë gjë kundër shtarit në sensin, por ke pa sikur e donim atë fitore, e donim patjetër atë fitore për i farë ngrosie dhe mbar kombëtare dhe në një farë mënyrë kombëtarja jonë e bëri detyrën. Tani sido që tjetë ne duam më të mirën, por mjafton dhe kaq ne jemi shumë të lumtur. Gjithsesi dhe unë jam shumë optimiste dhe guxoj që të ëndërroj për kombëtare në botror, mendoj se është shansi jonë edhe dita jonë. Do të ishte shumë e bukur, historike. Është dita e shqiptarëve kudo. Historike, është sigurisht historike, në një farë mënyrë thyen atë akullin tonë që ne mbërrim gjërat dhe është në një farë mënyrë është në kuadrin e asaj integrimit madh ku kemi kaq vite, edhe sheku ndoshta që ndërrojmë edhe ja ku vjen një ditë e bukur që kombëtarja sigurisht në sfondin e gjithë këtij, po them të këtij integrimit të madh që kemi, kombëtarja na çon në këtë integrimin e madh të sportit. Do thotë që jemi pjesë e botës, kemi qenë, por ne thjesht bëjmë shenjën. Kjo është vetëm shenja, në fakt jemi. Jemi, kjo është e vërtet. Ditë me shenjë, se ti dhe ditë e veçantë edhe për faktin se sot mbyllet panajiri i 28 i librit, edhe vetë isha autore në këtë panajir, njëkohësisht ishte prezente në të gjitha ditët e tij. Dhe unë do doja të dija prej teje se cili është konkluzioni këtij panajiri, çfarë vëre Flutura si shkrimtare, si botuese, si studiuese, si intelektuale. Ajo që na shqetëson mbi të gjitha është afria e lexuesit shqiptar me librin. Shiko Suela, ka ndryshuar shumë panajiri i librit. Ndoshta duken më pak njerëz sepse ka më pak shqiptar. Mund t'i themi gjëra siç janë. Por gjithmonë ndonjëherë të jep përshtypjen në një kioske të madhe. Po pse të mos e përdorim edhe për të ulur pak çmimet? Do thotë unë kur nuk i gjykoj botuesit që mezi e presin panajirin. Po pse të mos kemi një festë të madhe? A flasim për festat mëdha kombëtare ku njerëzit bashkohen? Aty është festa kombëtare ku bashkohen botuesit shqiptar, bashkohen lexuesit dhe është vërtet një atmosferë që unë së paku si autore 30 vite dhe si botuese, tani nuk jam më botuese, po jam autore. Po mezi e pres, është vërteta për të bler libra, për ta prekur librin. Libraritë shqiptare nuk e kanë mundësinë, edhe nga pikpamja financiare nuk e kanë mundësinë të ofrojnë lexuesit shqiptar librin që ta ketë të prekshëm. Pse të mos jenë stendat e panajirit si arsye për t'i parë ballinën dhe pastaj mund t'i blesh një moment të dytë, por ti je në efektin, duke si një ekspansion në fakt i lajmit të librit,
edhe duket si një, po them, një shpejtësi e të parit autorit në përstenda, po sa mirë që 5 ditë, më në fund nuk flasim për politik, ja këtu jemi edhe për politik, po nuk flasim për politik dhe kanë është zëri dhe fytyra e shkrimtarëve që kanë ata pjesën e tyre në mbajtjen në thelbin e